Gruaja shqiptare në kontakt me ëngjëjt. Po, teksa kemi takimin ton, po thuaj për ditë, doja që t'ju tregoja këtë ngjarje të çuditshme. Një shoqja jon që gjendet këtu mes nesh më tregon diçka që unë dua ta ndaj me ju. Sepse unë jam i bindur, sepse ka vite që merrem me këto, dhe jam i bindur që ka shumë njerëz që kanë pothuaj të ngjashme histori si kjo, por shumë prej tyre nuk e thonë. Dhe do t'ju them se përse. Kjo grua, pra që gjendet tash këtu mes nesh, më kishte shkruar në vitin 2014. Më shkruajti në Messenger dhe më pyeti nëse zoti Nadir tha nëse ky është Messengeri juaj, tha sepse duaj që t'ju tregoj diçka, tha. Të rëndësishme. I thash po. Më shkruajti gjatë. E kam lexuar atë dhe ju përgjigja. Në momentin që ju përgjigja, mbaj mend që ishte vonë, ajo menjëherë filloi që të më shkruante, tha do t'ju shkruaj tani, tha. Dhe filloi që të shkruante sërish. Në sintezë, zonja tregonte që e vogël, që kur ishte 11-12 vjeçe, shikonte një ëngjëll. Një ëngjëll që me kalimin e kohës ajo kuptoi që ishin dy ëngjëj, një mashkull dhe një femër, të paktën kështu siç e shohun, thot ajo. Pra një me ngjashmëri të një femre dhe një me ngjashmëri të një mashkulli, por me trupin, le të themi si thot ajo, si metal. Pra trupi si metal, edhe fytyra si metal, dhe ngjyrë floriri mes argjendit dhe floririt, parafërsisht. Dhe ashtu i kam parë, thot, që kur mbaj mend. Tani unë ndoshta thot i kam parë dhe më përpara, më thoshte atëre. Ndoshta i kam parë dhe kur kam qenë 9 vjeçe, ndoshta edhe 8 vjeçe, 5 vjeç, unë nuk e mbaj mend. Unë mbaj mend, thot ajo, që nga mosha 12 vjeçe e sipër. Pra mbaj mend që i kam parë her pas here në atë moshë deri në moshën 18 vjeçe. Pra jo për ditë, por her pas here. Dhe shfaqeshin, pra shfaqesh ai ëngjëll, se fillimisht mendova se ishte një, thot ajo, shfaqej vetëm në momentet me fjalë në disa momente të vështira kur unë duhet të merja aksione, duhet të bëj aksione të vështira ose zgjedhje të vështira. Dhe kështu me kalimin e kohës ndoshta më tërhoqi dal nga dal që unë të njihesha dhe kështu vazhdonim. Tani, ëngjëllin unë e shihja në ëndër, thot ajo. Nuk e shihja kështu, por e shih unë në ëndër, e shoh ende sot, thot, por e shoh sikur t'jem këtu, live, sikur t'jem në jetën reale. Dhe sa herë që futem në ëndra, që nuk ndodh thot përpara orës 12 natës, por pas orës 12 natës, pra unë të flej gjumë ditën, deri në orë 12 natës unë nuk i shoh. Por sa po kalon mesnata, edhe 5 minuta le të fle, i shoh. Dhe ç'ndodhi, në moshën tha 18 vjeçe, 18-19 vjeçe, tha, më sugjeronte se si duhet ishte bashkëshorti im, çfarë duhet të bënte, si duhet të sillej, sa i gjatë duhet të ishte, kush duhet të ishte, me fjalë mënyrën. Dhe në atë kohë, tha, unë isha studente, kështu që kisha njohur disa shok. Dhe një ditë, me fjalë një mbrëmje, teksa po ëndërroja, futa prap në ëndër, tha, dhe shoh, tha, ishte se tashmë, tha, fillova, tha, që të kuptoja që ishin dy ëngjëj. Dhe kësaj here, tha, ishte femra, pra gjinia femrore, dhe më thot, nuk dua të them emrin e atij, pra të burrit saj aktual, por thot, do takosh, thot, do takosh Landin, thot, dakord, do takosh Landin, thot, në filan vend, dhe i tregoj dhe vendin ku do takoheshin. Dhe kur ta takosh atë, tha, do t'i thuash këto fjalë. Do t'i thuash, tha, vetëm 2 fjalë që ajo e mban mend akoma sot. Dhe i thot, nuk dua të them këto fjalë sepse kam hall se mos ndoshta ndonjëri nga këta qoftë familjarët e tyre apo i njohin dhe unë nuk dua që ta bëj publike, sepse më ka porositur, nuk dua që të jetë publike. Thot, edhe kështu që kjo zonjë mbaroi për inxhinieri. Dhe me kalimin e kohës, sepse filloi që të punonte në bashki, pastaj me kalimin e kohës në një bashki të vogël, jo në Tiranë, dhe si përfundim u takua me këtë Landin. I tham një emër kështu. Dhe u takua me Landin dhe i tha ato 2 fjalë. Ato 2 fjalë që i tha ëngjëlli. Ose ëngjëlla, si mund t'i thuhet. Dhe kur i tha ato 2 fjalë, ai u shtang dhe mbeti. Nuk fol, sepse deri në atë moment ai ishte, tha,
si që thot kjo, do t'ja u them shqip, më tha se ishte pak pordhac. Me një fjalë, ky djali ishte pak kështu, Dhe kur i tha këto fjalë, ai u shtang dhe ndryshoi komplet. Që nga ajo dita më porositë, tha, ëngjëlli më porositi, tha që unë mos thosha gjë tjetër, vetëm ato dy fjalë. Dhe sikur ishin, tha, Chelsea. Dhe si përfundim kaloi koha, shiheshim her pas here, se studente dhe ai, tha, shiheshim her pas here, tha, një ditë më ndaloi dhe filloi që të më fliste, tha. Dhe nga ai moment ta filluam që nuk kaloi, tha, një vit e gjysmë, 2 vjeta, ai tha që ishte, tha, një feminist, kishte femra, tha, i shkonin pas, tha, kush e di se sa, tha. Dhe si përfundim, tha, pas 2 viteve, tha, më kërkoi, tha, që të martohesha me të. Në moshën 21 vjeçe, tha, ne, tha, filluam që të frekuentoheshim. Dhe pastaj, tha, moshën 23 vjeçe, parafërsisht, ajo u martuam, tha, çdo gjë shkoi mirë, tha, jeta fantastike, jam tepër e kënaqur, tepër entuziaste, por, tha, në çdo pjesë të jetës, pra kur ndodhte, për shembull, tha, kur zgjodha për të shkuar, tha, në universitet, kur zgjodha punën, kur zgjodha të dashurin, ma zgjodhen ata. Pra në çdo zgjedhje të jetës, tha, thot ajo, ma zgjodhen ata, ëngjëjt. Unë i shoh edhe sot, thot ajo. Por nuk është ky problemi kryesor tani, edhe që po ju tregoj unë sot. Atëre, kur ajo ishte ere, po flasim, ajo më shkruajti në vitin 2014 dhe ishte 58 vjeçe. Dhe kur pas 2 viteve lindi vajza e saj. Nuk lindi mashkull. Dhe e çuditshmja ishte që i tha në ëndër, ëngjëlli mashkull, i tha që do lind një vajzë. Tani, tha, do kesh një vajzë. Dhe vajza do t'jetë me këto tipare. Kujdes, në momenti, tha, që ne ishim, tha, në momentet intime, me fjalë, e kishim ende në mendje për të bërë fëmijë. E megjithatë, tha, lindi vajza. Por e bukura ishte, tha, që me kalimin e kohës, tha, unë nuk i thosha gjë burrit, tha, landit. Nuk i thosha gjë, tha, vetëm, tha, kur mora, tha, gjërat që përpara se të lindte, tha, sepse atëherë nuk mund të shihes nëse ishte mashkull apo femër, unë, tha, fillova që të blija veshje për femra, jo për meshkuj, pra për fëmijë femër. Dhe burri më tha, po ti pse merr këto, tha, pse blen këto? Po ja, i blej kështu, tha, se ose mashkull ose femër, tha, ne do t'i kemi këto, tha. Mirë, po unë i blija, tha, sepse ngjyrat ishin, ngjyrat femre. Dhe si përfundim, tha, ajo lindi femër. Burri, tha, nuk i kisha thënë gjë, nuk i thash gjë, tha, deri, tha, shumë vonë. Lindi vajza, çdo gjë okay, tha. Në moshën, tha, 13-14 vjeçe, tha, një ditë, tha, o mamin, thot mua, tha, sepse ma kishte thënë, tha, dhe njerë, tha, kur ishte vogël, që i pëlqenin ëngjëjt, shkruante për ëngjëjt, etj. Dhe kur ishte në moshën 14 vjeçe, i tha, o ma, tha, duhet të them një gjë, tha, çfarë? Ti e di, tha, që unë shikoj një ëngjël, tha, gjatë ëndrave. Do të tregoj, tha, më ka thënë këtë, tha, më ka thënë për ty. Unë, tha, u shkriva, tha, dhe mu drodh trupi. Sepse si është e mundur, tha, unë nuk i kisha thënë gjë. Vajzës, tha, nuk i kisha folur asnjë, tha, as burrit as vajzës, tha, për këtë histori. Pra për ëngjit që unë i shihja çdo natë. Bile, tha, edhe vdekjen e babit tim, edhe çdo gjë, tha, më kanë mbajtur. Me fjalë, kur para se të vdiste babi, tha, që ajo thot që babi ka qenë, thot, pika ime e referimit, sepse nëna kishte disa probleme, si thot ajo, dhe babi thot, përpara se të vdiste babi, thot, unë isha e përgatitur, sepse më kishte thënë, thot. Më kishin thënë që duhet të mbahesh, sepse ky është cikli jetës, etj. Pra, në çdo hap të jetës, në çdo gjë që kam bërë, unë i dija paraprakisht. Dija edhe ku fshiheshin gjërat nëse më duhesh diçka. Për shembull, njëherë, tha, ndodhi, tha, që burrin i kishte dyshoja, tha, se kishte një dashnore, tha. Një kohë, tha. Ishin të rinj, tha, se unë sa kisha lindur vajzën, tha, dhe dyshova, tha. U ktheva para pak mbrapër, sepse nuk e mbaj më të mirë. Dhe i thot, më thonë në ëndër, thot, që mos të bëhesha merak. Por unë, thot, kërkoja, thot, me ngulm, i thosha ëngjëllit, që dua ta di, thjesht ta di. Ata, për të mbajtur, me i fjalë, raportin, sepse ka dhe momentet jetës, si thot kjo, që
mund të kesh probleme me partnerin tënd dhe për të mbajtur raportin nuk më thoshin gjë. Dhe si përfundim tha unë kërkoja, tha por më në fund tha e kuptova, tha që nuk ishte gjë, por ishte vetëm shoqëri tha me një kolege që ku punonte. Dhe me kalimin e kohës, si thash, kur moshën 14 vjeçë kur vajza ime tha, më thot këtë tha, unë mbeta tha, dhe pastaj tha fillova që të flisja me vajzën, tha tisha, sepse më than dhe ata thot ajo që nuk ka asgjë të keqe sepse nuk je as e para as e fundit. Dhe kështu vazhduam tha që të më thoshte dhe vajza ime më tregon thot, po thuaj të njëjtën gjë thot, pra siç janë ata ëngjit që them unë thot, vetëm ajo i ka ndryshe thot. Janë dy ëngjëj, edhe asaj, por nuk janë thot me trup siç ju thash më përpara si trup metali, pra si trup metalik. Por trupi thot është sikur të jetë me si mund t'ja them, me vapore, me avull. Pra me avull me ngjyra. Pro trupi sikur të lëviz avulli, por me ngjyra. Dhe ka disa lule, si thot ajo, në brenda saj, me qenë si gjethe lule, diçka e tillë. Pra këto dy forma janë gjithmonë në kontakt me të bien. Tani, kaloj kohë dhe kur përpara se të martoj e bia e saj, u sugjerua edhe njëherë e bia nga ëngjëllit, ose nga ëngjëjt. Pra, nëna, thot, kjo që më na ka treguar, thot që edhe të bijes time, thot, ja sugjeruan ata që ajo kontakton, dhe mënyrën se si ja ka thënë me fjalë që të ishin në një kafene, si do prezantohesh, si duhet të ishte veshur, etj. E di që për dikë këto duken fantazi, por vajza tashmë punon në një zyrë vërtet të lartë, okay? Dhe në zyrën që ajo punon, pra edhe punën që bën kjo vajza e kësaj, pra vajza e kësaj që shoqëson, është nga njerëzit më të rëndësishëm. Dhe nuk mund ta themi dot, të më falni, por e sugjeruar gjithmonë nga ëndrat, pra nga këta ëngjëjt, që ne nuk e dim se çfarë janë. Dhe e çuditshmja është që ajo kur më shkruajti, se e di që edhe vajza e di dhe biles fillimisht kur foli me mua, pra kur kontaktoi me mua nëna, vajza e kishte sugjeruar, i tha që pse ja tregove, sepse nuk dua që t'jem publike, u acarrua shumë, dhe ajo tha që unë e njoh Nadir Murën, tha, sepse kam vite tha që ndjek, dhe di tha që është njeri serioz, tha nuk do thot gjëkur. Kështu që unë mundohem që t'jem sa më, me fjalë, mos t'jem shumë preciz në këto biseda që po them të këtyre njerëz, sepse ka njerëz që ndoshta ato i kanë thënë edhe në familjet e tyre dhe nuk dua të qëndroj gjithmonë në sektorin tim. Pra, nëse më the diçka, okay, mbaj për vete, por unë dua të ndaj me ju sepse nuk është as e para as e fundit. Kemi një pafundësi të njerëzve që më kanë shkruar dhe më thonë, bile është një grua nga Kosova, që do ta them në një vend tjetër, okay, në një video tjetër, shumë e gjatë ajo, është një grua nga Kosova që ajo ka për ditë kontakte me forma të tjera jete gjatë ëndrave. Është e vërtet kjo, sepse i thot i kam të gjitha të dokumentuara me shoqet, me vëllezrit, me kushurimet të gjitha nga sugjerimi që më bëjnë thot nëpërmjet ëndrave thot forma të tjera jete. Megjithatë, unë nuk di çfarë janë këta ëngjëj apo jo, këta që thot zonja. Pra kjo zonjë këtu që po flasim tani në këtë video. Por e rëndësishme është që ajo nuk është as e para as e fundi siç u thash, por ajo thot që unë nuk është se i shpik. S'kam pse të shpik, nuk kam pse të gënjej ty, thot. Juve, thot, çfarë mendimi keni, thot, për një gjë të tillë, thot, çfarë mund të jenë? Sepse ajo thot, unë nuk kisha ku t'i thoshe, kuj do t'i thoshe unë kur isha e re? E re, në atë kohën e monizmit, as bëhesh fjalë fare që të flisje për këto gjëra. Bile mund të të fusi në një psikiatri. Dhe unë nuk flisja, thot, me askënd. Por sot, thot, që kanë ndryshuar gjërat dhe kam parë që ka edhe të tjerë që thonë që kanë kontakte në për ëndra apo me forma të tjera jete, unë dua që të ndaj me ju të sepse jeni më shumë ekspert dhe dini më shumë dhe ju kanë kontaktuar shumë. Ç'është e vërteta, për mendimin tim, siç ju thash,
Unë kam shkruar edhe një libër tjetër, një libër që mbani mend Ari, Princesha e ëndrave, ku një grua këtu në Itali është për herë në kontakt, pra çdo ditë për herë në kontakt me forma të tjera jete. Dhe nuk është fantazi, nuk është as pak fantazi, e kam konstatuar direkt, vërtetuar direkt unë personalisht që ka të vërteta në ato që thot, dhe si ju thash, nga këtu ishte shkaku që unë ju them që nuk është as e para as e fundit. Dhe pa dyshim mes nesh edhe mes jush ka njerëz që qoftë në përëndra apo qoftë ku ta diu në një forum tjetër që janë në kontakt me forma të tjera jete, qofshin ëngjëj, qofshin alien, qofshin si të doni ju i quani. Për mendimin tim janë mund të ketë atje jashtë forma të pafundme ose mund të jetë vetëm një formë që mban nën kontroll njeriu, unë nuk e di. Dhe ajo mund të shfaqet si të doj, pra ajo formë mund të shfaqet si alien, mund të shfaqet si ëngjël, mund të shfaqet si unë, si ti, ne nuk e dim këtë. Por e vërteta qëndron që atje jashtë ka ëngjëj, ka alien, ka demon, pra këto ekzistojnë. Pastaj se çfarë janë këta, se si në qoftë se është një qenie vetme apo janë miliona qenie, këtë nuk e di. Pra deri këtu kam arritur dhe po ju them me këtë dua t'ju them që për mendimin tim është e vërtetë ajo që thot zonja. Megjithatë, kush nga ju ka le të themi histori të tilla? Mund të na thoni pres komentet tuaja. Hajde, punë të marrë dhe ditë të marrë.